unë kam vendos me hymë renda në salë, në momenti ma i vështirë në jetën time, që kam qenë kundërshtari ma i madhi në jetë, që unë si burë me mujtë me hymë renda, mas shumë dhe kam kundërshtu këtë mendim, dhe në atë moment, përshka krejt aty me që kena kalu, e falenderoj doktor Fatosin, i cili tha, hynë provoje, tha, nuk mund është me këthy këtë moment edhe një edhe njetë, tha, nëse nuk e njëm vetën mirë, tha, kjo është pia jote, tha, mund është me dalë, tha ti. Vetëm tha, veç testoj njerë vetën, tha, për menimin tem. Ajo fjali, ma mirë të them, më boni, me thonë, me reflektu, thash, hajtë pe provoj se kjo moment nuk vjen ndoshta mu. Edhe me të vërtet jam shumë i lumë të në kër i kom pa, edhe pastaj normalisht që lajmi krejt familjes, kër i kemi thonë që janë dy, ka qeni mega surprizë që kërkush është mendja si ka shku, pëse s'na keni të rëgu. Po kena dash me bo një surprizë bukur, edhe Zoti na dërgoj dy, plus që i ke djallë edhe i falenderon atë madhit Zot që na ka plotësu ëndra, dëshirat, po kemi prit shumë, jemi lutë shumë, kemi duru shumë, edhe në funin ashtë përpri.